Përshëndet nderuar shikues, mirë se ardhët në magazinën informative 21 drejt për drejt. Presidentja Vjosa Osmani ka nxjerrë dekretin e saj për shpërndarjen e kuvendit pasi deputetët mbrëm dështuan ta zgjedhin presidentin e ri. Sipas presidentes, dështimi erdhi për shkak të njerëzve të papërgjegjshëm dhe me qëllime të rrezikshme. Mbrëmjen e sajtës, deputetët e kuvendit dështuan të i përmbushin afatet kushtetuese për zgjedhjen e presidentit të ri. Si pasojë e kësaj, presidentja Vjosa Osmani mëngjesin e së premtes nxori dekretin për shpërndarje të kuvendit, duke i hapur rrugë zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare. Është fatkeqësi e madhe për këtë shtet që ata nuk zgjodhen interesin e Republikës së Kosovës. Prandaj sot në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, kam nxjerrë dekretin për shpërndarje të kuvendit dhe nëpërmjet këtij dekreti po kryej detyrimin kushtetues i cili është i përcaktuar qartë. Presidentja tha se ka të qartë se dekreti i saj mund të dërgohet në gjykatën kushtetuese nga partitë politike, por shtoi se është krenare dhe e gatshme të ballafaqohet me gjithë secilin për këtë çështje. Dhe dua ta them hapur, kur nuk kam qenë më krenare se sa me këtë vendim. Jam shumë më e qetë të përballemi me një kontestim për veprim në mbrojtje të kushtetutës, sesa për mos veprim kur rrezikohen themelet e saj. Sipas presidentes, kushtetuta nuk është tekst ceremonial, mbi të cilin përfaqësuesit politik mund të kenë interpretime të ndryshme, por është kufiri që politika nuk mund ta kalojë dhe busulla që institucionet nuk mund ta humbasin. Sipas saj, dështimi për zgjedhjen e presidentit nuk ishte rastësor dhe i pamenduar. Përkundrazi, shumë mirë i kalkuluar dhe i ideuar, për fat të keq. Neni 86 i Kushtetutës përcakton se presidenti i ri duhet të zgjidhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Mandati im përfundon me 4 prill 2026. Kjo do të thotë se 5 marsi ishte afati i fundit kushtetues. Ne po ndërpresim seancën ku do të njoftohemi. Kryeparlamentarja Albulena Haxhiu mbrëm ndërpreu punimet e seancës për zgjedhjen e presidentit të ri në mungesë të kuorumit, duke lënë të hapur mundësinë për thirrjen edhe të një seance tjetër për këtë çështje, por presidentja Osmani tha se kushtetuta nuk lejon zvarritje të procesit. Se një kuvend që nuk arrin të zgjedh presidentin nuk mund të vazhdoj pafundësisht të zvarrisë procesin siç po tentohet, por përballet me një mekanizëm të qartë kushtetues që çon në shpërndarjen e tij. Deputetët e kuvendit kanë pasur në dispozicion 23 ditë për të kryer këtë detyrë kushtetuese nga momenti i konstituimit të tij. Lëvizja vetëvendosje mbrëm ju drejtua gjykatës kushtetuese për interpretim sa i përket mos prezencës në sallë të deputetëve të opozitës, por presidentja tha se asnjë kërkesë në gjykatën kushtetuese nuk e pezullon rrjedhjen e afatit kushtetues për zgjedhjen e presidentit. Vetëm një vendim i gjykatës do të mund ta bënte një gjë të tillë. Dhe një vendim i gjykatës nuk ekziston deri në këto momente. Pas shpërndarjes së kuvendit, sipas procedurave kushtetuese, presidentja fton partitë politike për takim konsultativ për caktimin e datës së zgjedhjeve. Sipas saj, qytetarët nuk kanë dashur zgjedhjet e jashtëzakonshme. Por këtu e sollën vendin njerëz të papërgjegjshëm e me qëllime të rrezikshme. Alternativa, pra, zvarritjet do të krijonin situata shumë më të rrezikshme. Një vend pa qartësi kushtetuese, një proces i zvarritur pafund, siç e kemi parë edhe në tërësi vitin 2025, sepse një shtet nuk dobësohet vetëm nga krizat e jashtme. Shpesh dobësohet nga momentet kur institucionet e tij abuzohen për kalkulime të ulta e në kundërshtim me Kushtetutën. Presidentja Osmani ka sqaruar edhe hapin që ndërmori një ditë më parë, duke dorëzuar në kuvend amendamentet për ndryshime kushtetuese për zgjedhjen e presidentit drejt për drejt nga populli, veprim ky që shtyu partinë në pushtet të thras seancë të jashtëzakonshme. Këto amendamente nuk do të kishin asnjë efekt për zgjedhjen e presidentit që do duhej të zgjedhej deri mbrëm. Pra për pasardhësin e menjëhershëm të mandatit tim. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Vet amendamentet, për të gjithë ata që i kanë lexuar, parashohin që procedura për zgjedhjen e presidentit drejt për drejt nga populli duhet filloj 6 muaj para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Sipas Kushtetutës, zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare duhet të mbahen brenda 45 ditëve.
E kryeministri Albin Kurti ka thënë se është gjykata kushtetuese ajo që duhet të thotë fjalën e saj nëse duhet ketë zgjedhje të reja apo jo. Ai ka thënë se dekreti i presidentes Osmani për të shpërndarë kuvendin është jo kushtetues. Tash ndodhemi në një situatë kur unë nuk besoj që mund të flasim për zgjedhjet e reja pa e thënë fjalën e vetë gjykata kushtetuese, meqense kemi mospajtime dhe kërkesë para tyre. Ata ka një materie të cilët tash duhet ta trajtojnë. Deputetët që u zgjodhen për 4 vjet në legjislaturën e 10 nuk i mbushën as 4 javë të detyrës së tyre dhe sot mëngjes unë njoftuam nga mediat që me dekret është shpërndar kuvendi. Neni 86, paragrafi 6 i Kushtetutës parashikon se kuvendi shpërndahet nëse në votimin e tretë asnjë kandidat nuk zgjedhet president, pra asnjëri nga kandidatët nuk i merr 61 vota. Ne nuk kemi mbrirë atje. 2 kandidatë ishin mbrëm, Glau Konjufsa dhe Fatmire Mulhaxha Kolçaku, mirë po nuk u konsumua as raundi i parë e LRM i tretë. Nga formulimi i kësaj dispozite, pra neni 86 paragrafi 6, del qartë se shpërndarja e kuvendit lidhet drejt për drejt me përfundimin e procedurës votimit. Pra pasi të jenë zhvilluar 3 raunde votimi dhe votimi i tretë të ketë dështuar për të zgjedhur presidentin. E mbrëm, ne vetëm sa filluam me raundin e parë e kurse se nuk jemi tek përfundimi i raundit e tretë. Kushtetuta parashikon edhe një mekanizëm tjetër për të shmangur bllokimin institucional. Sipas nenit 82 paragrafi 3, nëse brenda 60 ditësh nga fillimi i procedurës për zgjedhjen e presidentit nuk zgjedhet presidenti, kuvendi shpërndahet. Pra, nga momenti kur nis procedura, duhet të kalojnë 60 ditë, po u zgjedh presidenti, shumë mirë, po nuk u zgjedh presidenti pas 60 ditëve, e atëherë duhet të shpërndahet kuvendi dhe të shkojmë në zgjedhje. Kjo dispozit vendos pra një afat maksimal për gjithë procesin dhe nuk kërkon domosdoshmërisht zhvillimin e 3 raundet të votimit. Mund të kryhet në raundin e parë, raundi i dytë fillon vetëm nëse raundi i parë nuk është i suksesshëm, raundi i tretë vetëm nëse raundi i parë dhe i dytë nuk janë të suksesshëm. Me fjalë tjera, ky neni 82 paragrafi 3 merret me rezultatin përfundimtar të procesit. Pra, nëse presidenti është zgjedhur apo jo brenda këtij afati. Lëvizja vetëvendosje tha se do ta dërgojë në gjykatën kushtetuese dekretin e presidentes Osmani për shpërndarjen e kuvendit të Kosovës, duke cilësuar si akt të paprecedent dhe jo kushtetues. Njohës të sistemit të drejtësisë, ndërkaq që kanë ndarë mendimet e tyre për situatën e krijuar, por kanë thënë se gjykata kushtetuese në fakt duhet të ndërhyjë në këtë rast. Lëvizja vetëvendosje tha se që nga mbrëmja e 5 marsit ka hyrë në fuqi afati 60 ditor, që sipas saj përcaktohet në kushtetutë për zgjedhjen e presidentit. Shefja grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, Arbëria Nagafci, tha se shpërndarja kuvendit bie ndesh me kushtetutën dhe paralajmëroi kërkesë për sqarim nga gjykata kushtetuese. Nuk ka asnjë arsye sepse duhet të ndodhte një akt i tillë sot në mëngjes. Për njërin tuaj me kërkesën e qeverisë, sot në ora 14 ka qenë eftuar një seancë parlamentare për shqyrtimin e marrëveshjeve ndërkombëtare me vlerë rreth 100 milion euro projekte në interes të qytetarëve. Presidenti Osmani me dekret shpërndau kuvendin, pasi deputetët një ditë më parë dështuan ta zgjedhin presidentin e ri të Kosovës. Në mungesë korumi, kryetarja e kuvendit, Albulena Axhiu, ndërpreu seancën e thirrur në ditën e fundit të afatit kushtetues, përpara se kandidatët e lëvizjes vetëvendosje Glau Konjufsa e Fatmire Kolçaku të dalin në votim. Pak orë më vonë, presidenti Osmani tha në vendimin e saj se njerëz të papërgjegjshëm e me qëllime të rrezikshme e sollën vendin në këtë situatë, por Osmanit ju përgjigj Arbëria Nagafci e lëvizjes vetëvendosje. Nëse janë njerëz të rrezikshëm, jo vetëm se duhet ta bëj të qartë për qytetarët, por edhe është mirë të tregoj, nëse ka qenë në njëri të këtyre planeve, çfarë ka ndërmarrë ajo si presidente që t'i pengoj këto plane të rrezikshme. Është obligimi i saj dhe është përkeqardhje të dëgjohet një deklaratë e tillë. 2 veprimet e djeshme në kuvend dhe vendimi i presidentës kanë shkaktuar paqartësi juridike. Njohës të fushës së drejtësisë megjithatë kanë dhënë interpretime të ndryshme.
Ish kryetari i gjykatës së apelit Hasan Shala tha se presidenti Osmani ishte në të drejtën e saj kur shpalli dekretin për shpërndarje të kuvendit, me që vendi tashmë ka hyrë në një blokadë të re politike. Konsideroj se presidencia ka marrë një vendim drejt, për shkak se vërtet jemi në situatë blokade, edhe kjo sipas edhe kushtetutës është kompetente që të garantoj funksionimin e institucioneve shtetërore. Meqenëse tani kemi një blokadë. Ndërkohë, ish kryetari i gjykatës kushtetuese, Enver Hasani, në vlerësimin e tij, thot se presidenti Osmani shkeli kushtetutën kur shpërndau kuvendin. Kjo, siç u bë sot, e ndryshon formën e pushtetit shtetëror nga sistemi parlamentar në sistemin presidencial. Këtë ndryshim mund ta bëjë vetëm amendamenti kushtetues. Mënyra si u bë kjo paraqet përpjekje për përmbysje të rendit kushtetues, përpjekja më brutale deri tash pas pavarësisë së vendit. Hulumtuesi i Institutit Kosovar për Drejtësi, Gzim Shala, ndërkohë tha se kushtetuesja me patjetër duhet ta thot fjalën e saj, me që për këtë çështje aktualisht ka dy norma kushtetuese. Njëra normë do të thotë e ndërlidh me fillimin e procedurës për zgjedhjen e presidentit, norma tjetër vetëm thotë se afatin kur duhet të zgjedhet presidenti, është një terren i pashkelur më parë dhe që këtë dilemë definitivisht se duhet ta zgjidhë gjykata kushtetuese. Ndërkohë, gjykata kushtetuese i tha Radio Televizionit 21 se është në shqyrtim të kërkesës së kryetares së kuvendit për vlerësimin e kushtetueshmërisë së procedurës për zgjedhjen e presidentit. Presidentja Vjosa Osmani ka zhvilluar takim me liderët e partive politike për caktimin e datës së zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare, përveç PDK-s, LDK-s dhe AK-s, në takim nuk morën pjesë lëvizjave të vendosje dhe lista serbe. 5, 12 dhe 19 prilli janë datat që janë përmendur si mundësi për mbajtjen e zgjedhjeve. Pasi shpërndau kuvendin, presidentja Vjosa Osmani mes ditën e së premtes ftoi liderët e partive politike në një takim konsultativ për caktimin e datës së zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Por përveç kryetarit të PDK-s Bedri Hamza, atij të LDK-s Lumir Abdigjiku dhe të AK-s Ramush Haradinaj, të cilët ju përgjigjen ftesës së presidentes, në takim mungoi kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti, si dhe përfaqësuesit e listës serbe. Mospjesëmarrja e Kurtit në takim u kritikua nga kryetari i AK-s Ramush Haradinaj. Një shije e keqe ishte mospjesëmarrja e vetëvendosjes me partnerët e tyre qeverisës. Kuptohet edhe lista serbe mungoi në takim. Është e pa kuptim mospjesëmarrja e tyre, ne opozit, kur s'jem pajtu me shumë vendime të presidentes, të qeverisë, me shumë situata dhe prap kemi përfaqësue në takim të partive politike. Pas takimit, kryetari i PDK-s Bedri Hamza tha se përgjegjësia që vendi po shkon në zgjedhjet e jashtëzakonshme është e vetëvendosjes, e cila sipas tij nuk kishte aftësi për të zgjedhur presidentin e ri. Neshëm në takimin e ftuar nga presidentja e vendit, ku diskutuam edhe për mundësinë e datës së organizimit të zgjedhjeve tashme. Unë shpreh keqardhjen që kemi ardhur deri në këtë moment, nuk ka pas asnjë arsye, ka pas më shumë se një alternativë. Përgjegjësia kryesore normalisht i bjen partisë fituese, partisë më të madhe, sepse ka mujt me dhënë vendit president. Ne dim kaluamën çysh ka shku, zgjedhja e presidentit historikisht Kosovë ka ndodhur me marrëveshje politike. Gjitha periudhat. Ne si Partia Demokratike e Kosovës kemi qenë mjaftueshëm konstruktive dhe të hapur dhe kemi bërë gjitha përpjekjet e nevojshme që vendit me dhënë president. Unë nuk më vendos vijat kuqe asnjëherë në bashkëpunim me asnjë subjekt politik. Ndërkohë, kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku nuk ka dalë para gazetarëve pas takimit me presidenten, por në LDK thonë se janë të gatshëm për zgjedhje dhe do ta pranojnë secilën datë që do të vendos presidentja për zgjedhje të jashtëzakonshme. Datat që janë diskutuar në takim mes presidentes Osmani dhe liderëve të partive politike janë 5, 12 dhe 19 prilli. Kryetari i AK-s vlerësoi se presidentja ka vepruar sipas kushtetutës për shpërndarje të kuvendit. Presidentja ka vepruar mbas të obligimeve kushtetuese që ka, dekretin për shpërndarjen e parlamentit vendit. Njëkohësisht sot jemi pyet për datën e zgjedhjeve dhe për veprimet që pasojnë matutje. Që them drejtën, nuk ka diçka të re, jemi në autopilot, thash edhe më herët,
Të gjitha veprimet tani e tutje janë pjesë e obligimeve kushtetuese, normave kushtetuese. Ne po e ndërpresim seancën. Të ejtën brëma, deputetët e kuvendit nuk arritën të zgjedhin presidentin e ri, brenda afatit kushtetues 30 ditor. Mbesim edhe më tej në këtë temë për vendimin e presidentes Osmani për shpërndarje të kuvendit dhe kontestimin e këtij vendimi nga vetëvendosje. Flasim tani drejt për drejt me politologun Argjend Zenaj. Përshëndetje Zdy Zenaj. Përshëndetje për ju, Ilir. Atëherë, si e pati ju vendimin që sot në mëngjes presidentja Osmani, pasi kaloi ai afati kushtetues në orën 24, që të zgjidhet presidenti pas dështimit të asaj seance, sot në mëngjes shpërndau kuvendin? Është një për bindjen time, është një përplasje e re, më e madhe ndonjëherë, juridike, të gjitha institucioneve, në këtë rast e presidentes edhe e zyrës kryeministrit, por edhe e të dyve këtyre me gjykatën kushtetuese, rrjedhimisht në kushtetutën, por me gjykatën kushtetuese si gardiani i saj. Këtu po shihet shqyqare, po shihet haptas që është një luftë politike që po bëhet duke provu me mush, me argumente juridike, që po bëhet dhe po zhvillohet ndërmjet dy ish alatëve, dy ish miqve, në dukje ish, për shkak se nuk e dim, i kam rezervat e mia për këtë ftohje të raporteve ndërmjet kryeministrit tashmë në detyrë sipas vendimit edhe dekretit të presidentes Osmani, por sipas interpretimit të vet Kurtit është vazhdon të jetë kryeministër fuqiplot dhe rrjedhimisht këto komunikime të këqija, këto komunikime të dobta, kjo mospjesmarrje, qoftë njerëz parë në seancën e mbrëmshme për zgjedhjen ose jo të presidentit apo për mungesën e partisë parë, partisë qeverisëse në takimin ku diskutu për dekretin e presidentes dhe për datën e mundshme të mbajtjes së zgjedhjeve të reja të jashtëzakonshme, të panevojshme, është përkeqësardhje, është një fotografi e keqe, është një pamje që nuk jep shpresë, lere me alatëve tonë, por nuk jep shpresë as popullit e qytetarëve, të cilët çdo ditë më shumë po ngarkohen me të gjitha elementet negative për me zhvillu një jetë normale, të qetë, me mirëqenie, ashtu siç pandehin të gjithë këta politikanë, të gjithë këta deputet, të gjithë këta ministra, të gjithë me radhë në fushata elektorale që sapo të vinë pushtet do të na rregullojnë jetën, do të na bëjnë se është më së miri e mundshme. Pra, tashmë do ta kemi një përballje. Po, a veproi drejt sipas jush presidentja Osmani dhe në përputhje me kushtetutën në këndvështrimin tuaj, pasi që ky vendim tashmë po kontestohet nga lëvizja vetëvendosje, pam që sot nuk ishin as në takimin e thirrur nga presidentja Osmani, në të cilin takim morën pjesë gjitha partitë tjera, përfshirë edhe partitë e komuniteteve jo serbe, dhe nuk ishte prezent vetëvendosje dhe lista serbe. Ilir, duhet me pas parasysh. Këtu po bëhet fjalë një përplasje ndërmjet ndërmjet neneve 86 kundër atij 82. Pse po e them këtë? Argumenti i presidentes është se në nenën 86.2 thotë se zgjedhja e presidentit duhet të fillojë jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit. Meqense rondi i parë mbrëm dështoi, pa 80 vota në sallë. Ajo argumentoi se kuvendi tregoi pa aftësi për të përmbushur detyrën e tij kushtetuese që është e parsore. Ndërsa argumenti i lëvizjes vetëvendosje, e cila sipas interpretimit të kryeministit Kurti, bazohen në nenën 86.1, i cili jep një drejtare prej 60 ditësh për procesin sipas tyre, shpërndarja sotme është intervenim kirurgjikal në vullnetin e popullit. Ashtu siç e ka në zakonin e tij të thirrët vazhdimisht lideri i lëvizjes vetëvendosje kryeministrin të tyre zoti Kurti. Pra, standardi të deputetëve edhe i aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Këtu po binë ndesh me interpretimet, sipas interpretimeve të dy instancave kryesore të shtetit, në këtë rast presidentes Osmani dhe kryeministrit Kurti. Gjykata kushtetuese e ka vënë një gur themeli në këtë proces. Nuk ka proces pa të deputet fizik në sallë.
Presidentja nuk e ka shpëndorë kuvendin për bindjen time. Nuk e ka shpëndorë kuvendin sepse ndoshta i ka dëshiruar me domosdoshmëri. Parafrazoj, por sepse gjykata kushtetuese ka bërë të pamundur procesin me më pak se 80 deputet në sallë. Pra, pa 80 deputet, çdo tentativë për të zgjidhur president do të ishte antikushtetues dhe rrjedhimisht u pa edhe praktikisht në natën e mbrëmshme. Pra, nuk lëvizja vetëvendosje e ka ditë që nuk i ka 80 deputet, megjithatë ka provu që duke qenë edhe pejt kalumes, e mësume që mja hedh fajin dikujt tjetër dhe asnjëherë mos më marrë përgjegjësi vet, edhe zotri Kurti ka provu me materializuar një agjendë tinaj e cila në secilin rast do ta nxjerrte opozitën si fajtore, nëse nuk do të zgjidhej presidenti siç e vendodhi, nëse do të zgjidhej një president, ai president do të ishte i zotrit Kurti, i partisë vetëvendosë, sepse asnjë matematik nuk e ka nxjerrë me kushte praktike që do të mund të kishte një president qoftë konsensual përtej atyre deklarimeve për një kandidat që do të vinte nga familja Heshari, asnjë kandidat s'do të fitonte nga spektri opozitor dhe rrjedhimisht të gjithë binarët na tregonin se do të mund të ishte një president i cili do t'i raportonte zotrit Kurti. Ashtu siç ka vepruar për bindjen time edhe Zonja Osmani për këtë mandat që po e lëm pas. Për i 5 vjet. Pra, zoti Zenaj, ata që po e mbështesin vendimin e presidentes Osmani, po i referohen nenit 86 të Kushtetutës së Kosovës, që thotë se presidenti i ri duhet të zgjedhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual, kurse ata që po e kundërshtojnë, po i referohen nenit 82 të Kushtetutës, se procedura për zgjedhjen e presidentit pra mund të zgjasë deri në 60 ditë nga momenti kur fillon që mund të llogaritet që ka filluar mbrëm. Tash, a duhet të sqarohet kjo çështje nga gjykata kushtetuese? Dhe si mund të ecet tutje derisa për shembull në këtë rast vetëvendosja nuk do të marrë pjesë në asnjë proces të thirrur nga presidenti edhe për caktimin e datës së zgjedhjeve? Me duhet me qenë pak a shumë edhe i rezervuar, për shkak se nuk jam jurist në kuptimin e plot të fjalës, jam politolog që mund të më dhon shpjegime politike duke i pa ato që po ndodhin si aspekte të zhvillimeve juridike. Ajo që mund të them unë është se ne jemi mësuar me pa zotin Kurti që vazhdimisht është përplas me pjesën konstitucionaliste të Kosovës. Në këtë rast, kur i ka konvenuar, po themi, kur i ka konvenuar, i ka pranuar edhe ju ka referuar gjykatës kushtetuese. Kur nuk i ka konvenuar, kur ato vendime, aktual gjykime e kanë nxjerrë kushtimisht po themi, e kanë nxjerrë jo mirë zotrin Kurti dhe partinë vetëvendosje, i ka refuzuar, i ka komentuar, i ka interpretuar, gjë që është e papranueshme për shkak se të gjithë e dimë se aktgjykimet e gjykatës kushtetuese nuk duhet komentuar në kuptimin se janë të mira ose nuk janë të mira, se janë të implementueshme, nuk janë të implementueshme, për shkak se është fjala e fundit në aspektin konstitucional të Republikës Kosovës. Pa ato, ne do të ishim në rrjedhimisht në anarki. Gjë që për bindjen time fatkeqësisht pe shoh që dikush po provon me hedh në çat drejtim subjektivitetin e Kosovës. Pra me na nxjerr pe aspekteve kushtetuese, ligjore, normative, me na nxjerr në rrugë që nuk kanë rregulla dhe rrjedhimisht me shku me shembuj të cilët edhe ashtu nuk janë të provuar në asnjë rast në asnjë formë në asnjë etapë kohore deri më tani në Kosovë. Pra zotri Kurti, përderisa e ka pranuar presidentin Osmani kur e ka nominuar 2 heraze si mandatar për kryeministër, të duhet me pranuar tashmë edhe dekretin e saj për shpërndarjen e kuvendit dhe do duhet ishte sot prezent bashkë edhe me parti tjera dhe të caktonin datën e zgjedhjeve sa më parë që të jetë mundur që të realizojmë një palë zgjedhje dhe t'u lëmë në dorë sovranit, siç kemi vepruar vazhdimisht, dhe sovrani do ta thotë fjalën e vet nëse këta politikanë duke përfshirë zotrin Kurti, por edhe partitë që të kanë në takim me presidentin, nëse meritojnë të jenë të vlerësuar ose të zhvlerësuar nga populli për shkak se tek e fundit këto zgjedhje përveç se kosto financiare, po janë edhe kosto sociale, diplomatike për shtetin e Kosovës dhe për popullin.
Pra, nuk kemi pse më ndalë ne, i ka ndërgu çështjet, siç i theksoi edhe vetë zotri Kurti në gjykatë kushtetuese, ne do ta lëmë, por nuk guxon që zotri Kurti nga kështjella e vet në kryeministri të bëj thirrje gati për pa dëgjueshmëri juridike ndërmjet dy instancave kryesore të shtetit, siç e thash, ndërmjet presidencës dhe qeverisë. Duhet me dërgu. Po. Pse po e kemi aq vështirë që të bëjmë interpretime të neneve kushtetuese, pasi që kemi edhe interpretime të njohësve të fushës që për të njëjtën çështje japin qëndrime diametralisht të kundërta. Po, i lirë fatkeqësia është se edhe tek profesionistët, e kam thënë edhe me një rast ditën e djeshme, edhe tek profesionistët është lëshu kjo agenda politike partijake e liderëve, e kemi ndërtuar një farë simpatie dhe antipatie për liderët, kot ne nuk duhet të gjykojmë se kush e ka me të drejtë ose kush e ka më pak drejtë në kuptimin politik, se kush kuja ka inat, se kush për çfarë ajo është problem. Ne duhet të shpjegojmë situatën se në çfarë gjendje ndodhemi ne si shtet, si shoqëri. Dhe prandaj edhe këta profesionistët, konstitucionalistë që i thonë vetes dhe që japin interpretime diametralisht të kundërta. Unë besoj që kushtetuta është e njëjtë për të gjithë. Interpretimet, gjykimet e gjykatës kushtetuese janë të njëjta për të gjithë. Nuk duhet parë as shkronjat dikush për marrë, dikush për të prapë. Pra, shkronjat janë të njëjta për të gjithë. Është e shkruar zezë mbi të bardhën se këto çështje zgjidhen, siç e thash, tek neni 86 dhe tek neni 82. Por këtu duhet me interpretuar në mënyrë korrekte. Këtu sankcionohen që një president nuk mund të jetë i zgjidhur, nuk konsiderohet i zgjidhur, nuk kualifikohet i zgjidhur derisa nuk janë prezent në të 3 rundet 80 deputet. Por në 2 rundet e para 80 vota të atyre deputetëve duhet të jenë në kuti të votimit. Ndërsa në rundin e tretë nga 120 deputetët 61 duhet të jenë në kuti për presidentin. Pra, nuk kemi çka me interpretu dhe çka me zbulu, siç e thot populli ujin e nxehtë. Janë të gjitha të shkruara. Nëse po na mungon përvoja, precedentet, shembuj nga kaluara për të tilla raste, kjo pastaj mbetet që të gjykohet në të ardhmen. Por ne nuk guxojmë, duke mos pasur shembuj se si është vepruar ose si mund të veprohemi në të tilla përplasje juridike, ne duhet të veprojmë me aq sa është e shkruar në kushtetutë. Dhe duhet të provojmë që të shkojmë bazuar në këtë kushtetutë, të shkojmë në hapat e matutjeshëm. Me që e kam pru Kosovën në këto ditë të vështira, pa institucione, vetëm 20 ditë, rreth 20 ditëve, patëm një qeveri funksionale, dhe sot jemi me një qeveri në detyrë, sot jemi me një kuvend të shpërndar, i cili nuk ishte funksional në vitin e kaluar përthuajse tër vitit, dhe marrëveshjen ndërkombëtare të cilat i theksoi zotri Kurti vetëm për të bërë fushat, qëtimit qartë. Zotri Kurti i theksoi ato marrëveshje ndërkombëtare, të cilat ka mujt që ditën e dytë, kur është konstituuar kuvendi, me edhe kur informuar komisionet, me i dërguar në kuvend edhe me i votu edhe me i bëu që është të kaluar për shkak se nuk ka pasur rezistencë nga partitë opozitare. Të gjitha janë deklaruar se në momentin e parë kur do të vinë këto marrëveshje ndërkombëtare, bashkë ose edhe para buxhetit të vitit 2026, ne do të investesim dhe do të votojmë dhe në komisione kanë qenë duke u punuar këto marrëveshje. Pra, sot, zotri Kurti deklarante se nuk e pranon, themi kushtimisht, dekretin e presidentit Osmani, por në realitet e shfrytëzoi atë konferencë për të bërë fushat dhe për të treguar popullit sipas tij se une kam pas në agjendë me krye detyra jashtëzakonisht mëdha. Po pse nuk e ke kryer detyrën kryesore të cilën ta kemi theksuar që prej vitit 2025 se ne do të mundem me mbajtë zgjedhje vazhdimisht, por përderisa nuk e ka një parti politike, një marrëveshje, partia e parë këtë rast, një marrëveshje me një parti tjetër, për siguruar 80 deputet në sallë, do të ndeshemi që në ditën e parë kur na vjen çështja e presidentit në tavolinë dhe që ana erdhi kjo çështje dhe na dërgoi prapë në zgjedhje. Dje një zhvillim tjetër në kuvend u inicuan ndryshime kushtetuese përmes disa mandamenteve që do të mundësonin që presidentit të zgjidhej drejt për drejt nga populli. Si e vlerësoni këtë seancë, e cila edhe ashtu dështojnë në mungesë të quorumit? Po këtë të gjitha manovra politike të momentit fundit nga të gjitha aktorët. Në këtë rast zona Osmani duke dashur themi
me i tregu zotit Kurti se nuk i friksohem përballjes me popullin, por ti ma ke zënë rrugën të dera kuvendit për shkak se e ki shumicën, mazhorancën. Pra, dhe une dëshiroj dhe provoj që të përballem me juve si politikan në një zgjedhje për president përballë popullit. Kjo, domethënë, është të jenë shumë për të dëshiruar në radhë të parë për vetë zonën Osmani, se kush ka qenë presidenti deri në këtë momente. Ka pas mundësi për këto 5 vite, jo të propozoj këto amendamentet e vitit 2014, por ka pas mundësi që të propozoj edhe ndryshime tjera kushtetuese, të cilat zaten edhe si juriste që është, si juriste me zë që është, dhe duhet të bënte të propozonte edhe zgjidhje të tjera kushtetuese për të mos na ardhur këtu ngerçë çfarë pikemi që kohëve të fundit jashtëzakonisht shumë shpesh. Pra, është një manuvër politike, nuk ka asgjë të vërtetë, për shkak se ato por edhe partia vendosuese duke mos dashur të tregu që është përplas me Vjosa Osmanin si aleatën e tyre të kahmosshme për këto 6 vite, 7 vite po bëhen, thotë, dhe i pranun si të tilla dhe i diskutuan dhe u alan prapë u hedhën fajin partive opozitare duke thënë që nuk pat quorum për me kalu njëjta për shkak se duhen 2/3 kuvendit të Kosovës. Por po harrojnë po ashtu se jo vetëm 2/3 e shumicës e komunitetit shqiptar, por duhet të jenë edhe 2/3 e komuniteteve. Në këtë rast as ata nuk morën pjesë në Po, pikrisht tu duat ndalim, zoti Zejnaj, pra ndryshimet kushtetuese kërkojnë edhe 2/3 e votave të komuniteteve, duke pasur parasysh qasjen e listës serbe. A janë të vogla gjasat që këto ndryshime të kalojnë, kurdo që sillen në kuvend sërish, sepse u la e mundur si hapësirë që mund të sillen në të ardhmen këto ndryshime kushtetuese në mënyrë që presidenti të zgjedhet në të ardhmen drejt për drejt nga populli. Ilir, kjo gjithmonë ka pasur problem për shkak se është bërë fjalë nëse do të vinte një zgjedhje kushtetuese që presidenti të zgjidhet direkt nga populli, të lijej një pozitë zëvendës presidentit i cili do të vinte nga komuniteti serb dhe rrjedhimisht këtu ka ndodhur vazhdimisht përplasja. Për këtë gjë do të mundej në kushte normale, do të mundej me u ofru një zgjidhje e cila nuk do ta cënonte pozitën e presidentit, por as subjektivitetin e Kosovës në aspektin juridik dhe unë besoj që në një të ardhme unë besoj dhe uroj dhe të gjithë spektri politik duhet të angazhohen që një mentalitet i tillë çfarë ka lista serbe nuk duhet të mbizotërojë edhe shumë gjatë në kuvendin e Kosovës për shkak se ajo është mentalitet destruktiv brenda institucioneve të Kosovës dhe brenda shpirtit qeverisës institucionalist në Republikën e Kosovës. Por mos harrojmë se partia vetëvendosje nuk mundet me akuzu askënd se po bashkëpunon, po koketon me listën serbe, përderisa vetëm lëvizja vetëvendosje dhe lista serbe nuk morën pjesë sot në takimin tek e funit legal të thirrur nga ana e presidentes së Kosovës për të dakorduar datën e ardhshme të përzgjedhjeve të jashtëzakonshme. Pra, nuk mundesh me punu me 2 drejtime. Në këtë rast, unë jam anti lista serbe dhe në anën tjetër unë s'po marr pjesë, por në njëjtën kohë as lista serbe s'po marr pjesë. Pra, se të dy këto parti, të dy këto lëvizje po dalin që janë antikonstitucionaliste, antikushtetuese, anti-institucionaliste dhe siç e thash, janë të mësuar vetëm me sabotu dhe mu përplas me subjektivitetin e Republikës Kosovës. Ne nuk kemi mri asnjëherë nuk kemi mri me pas zotin Kurti, duke thënë që shteti i Kosovës duhet të funksionojë praktikisht kam fjalën, se teoretikisht mund të themi çfarë do të dëshirojmë, por praktikisht, për shkak se i ka pas që në 3 parë zgjedhjet është duke kurrë fitore, është duke dalur i pari, por nuk po mund me funksionu pa zgjedhjet një alibi për e cila do t'ja prish, në thojza po them do t'ja prish modelin e qeverisës dhe do t'ja pamundsoj që qeverisë ashtu siç pretendon se mundesh me qeverisë mirë e bukur e zotrit Kurti. Krejtësisht në fund Zejnaj, edhe nëse mbahen zgjedhjet, a mund të dalim nga kjo blokad për zgjedhjen e presidentit apo duhet përfundimisht që partitë politike të ulen dhe të gjejnë një kandidat konsensual në mënyrë që të mos ketë blokadat të mëtejme? Ilir, shqo e tha dhe vetë, zotri Kurti e tha, që nuk presim që të ketë do një dinamik të re të aspektit të përqinjeve të partive politike dhe do të mundet prapë me na sjell në pikën ku
Unë më përplas për çështjen e presidentit dhe për me shkruan zgjedhje. Unë bazë asaj që kam analizuar deklarime dhe që po vinë rrjedhojat e këtyre zhvillimeve, i friksohem shumë si do të kemi zgjedhje tani, nëse do të konstituohen shumë shpejt institucionet pas këtyre zgjedhjeve të prillit, mund të shqasim edhe në një palë zgjedhje në korrik gusht të po këtij viti. Pra, këto ka hyrë një logjik e funksionimit me institucionet në detyrë, jo me institucionet fuqi plota. Duke pas parasysh këtu edhe zhvillimet globale e lirë. Ne jemi pa institucione, në vend se të kishim edhe aspektin institucional, edhe të sigurisë, edhe aspektin politik, unison, duke pa zhvillimet globale, ne jemi në anarki gati totale, institucionale, edhe nuk po na bërë përshtypje asnjë zhvillim për rreth neve çka po ndodh. Ne jemi sikur me qenë qendra e botës dhe jemi duke i zhvilluar edhe duke i diskutuar tërë këto agenda globale, në fakt po sillemi sikur disa fëmijë të vegjël që jemi vetëm ende në parashkollor, që nuk kuptojmë asgjë nga politika, edhe përkundër se i kemi bërë gati 20 vite si shtet i pavarur. Apo sillemi ashtu apo jemi ashtu, zoti Zejnaj? Apo sillemi ashtu apo jemi të tillë? Po, nga një herë dhe s'po mund shu në shumë kaq ullë, por sinqerisht është për keqardhje se si sillemi në këto situata të pa precedenta edhe në aspektin global, edhe në aspektin rajonal, por edhe në kuptimin e brendshëm të shtetit të subjektivitetit tonë, për shkak se do duhej të gjenim një lloj finese të mirë kuptimit të bashkëpunimit dhe të kalonim disa ego politike elektorale dhe të kalonim në etapa tjera për ta funksionalizuar këtë shtet se jemi në zonën që gati 2 vite e lirë. Dhe kjo mund të na sjellë pasoja, do të ketë pasoja për të ardhmen, për shkak se i theksoj edhe vetë, zoti Kurti, që një mori marrëveshje ndërkombëtare do të mbesin ende në zyrtarët dhe një pjesë të madhe prej tyre do të skadoj afati i nënshkrimit dhe do të rikthehen në bazat e tyre ato marrëveshje dhe pastaj kur ndërtohen institucionet e reja, derisa të riprocedohen, derisa të diskutohen dhe ka me pas edhe shumë dyshime të tjera dhe ku po shkojnë ato funde. Ato funde i marrin vende të tjera të rajonit, për Kosova mbetet si gjithmonë si fëmijë ponjak. Po mbetet shihet se çfarë do të prodhojnë në këto zgjedhje dhe kur do të mbahen, nëse do të mbahen. Të falenderoj shumë zoti Zejnaj për pikpamjet tuaja që i dhatë në këtë intervistë në emisionin 21 drejt për drejt. Kënaqësi si zakonisht. Kënaqësi për mua, Ilir, zot mirëshëndet. Faleminderit shumë, biseduam me politologun Argjend Zejnaj, rikthehemi pas pak me materiale tjera. Drejtuesit institucionale partijake cilësuan Prekazin si simbol të sakrificës për liri dhe si bazament të shtetëndërtimit. Në omazhe tek kompleksi memorial për nderë të epopesë UÇK-s, politikanët janë vetëm nga Kosova, politikanë pra jo vetëm nga Kosova, por edhe nga Maqedonia e Veriut, e vlerësuan lartë heroizmin e familjes jashore. As 3 javë nuk kaluan që nga të bashkuar në ditën e pavarësisë, Osmani dhe Kurti për homazhin e ndërim të epopesë në Prekaz të vinë të ndarë. Kjo pas përplasjeve që patën rreth presidentit të ri. E para e shtetit, Vjosa Osmani, u prit ngrohtësisht nga vizitorët aty, përfshirë grupe fëmijësh. Pas homazheve, presidentja Osmani tha se Prekazi simbolizon sakrificën për liri dhe pavarësi. Në këtë epopet UÇK-s, sërish kthehemi në Prekaz, në vendin që simbolizon një sakrificë të papërsëritshme për lirinë tonë, në vendin që simbolizon rrugtimin më të pastër, përplot me sakrifica, në mënyrë që sot ne ta kemi shtetin, dhe në vendin që mbetet udhërrëfyes për rrugën tonë përpara. Kryeministri Kurti ndërkaq e cilësoi Prekazin si kryeqendër të kryengritjes shqiptare. 3 brezat jasharve, gjithë atyre 3 ditëve, u fliuan për çlirimin e vendit, për lirinë e popullit, për Republikën dhe për bashkimin tonë. Homazhin e Prekaz me rastin e epopesë UÇK-s bën edhe përfaqësuesit e PDK-s, LDK-s dhe të AAK-s. Çka do që të bojmë na, nuk është e barazvlefshme me veprën dhe sakrificën që kanë bëhe jasharajt. Gjithmonë respekt, deri në përjetësi,
Sakrifica e Jasharëve 28 vite më parë e familjes, e Ademit dhe 56 anëtarëve të tjerë është rilindje e ndërgjegjës sonë kombëtare. Nderimi për Trend për Liri, për familjen Jashari, për komandantin legjendar është i përjetshëm, e po ashtu edhe besnikëria ndaj vendit, ndaj detyrave që na dalin janë të përjetshme. Nuk munguan as liderët e BDI-s nga Maqedonia Veriut Ali Ahmeti e Talat Gjaferi, të cilët u përkullën para varreve të Jasharajve bashkë me përfaqësuesit e organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s. Sot këtu nuk ka parti politike, por ka një betim që do i dalim Zot dhe do e mbrojmë identitet e dignitet të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, sepse këtu janë rajat e shtetit më të ri të Europës. Për homazhin e Prekaz me rastin e 28 vjetorit të epopejës së UÇK-s ishin edhe delegacione komunale përfshirë atë të komunës së Skënderajt, Drenasit, Mitrovicës, Malishevës e të tjerë. Qytetarë të shumë të anën banë trojeve shqiptare vërshuan kompleksin memorial në Prekaz me rastin e epopejës së UÇK-s në nderim të familjes Jashari. 59 lule u vendosën në 59 varet në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz në nderim të sakrificës së të rënëve për liri dhe pavarësi. Gjatë gjithë ditës, kompleksi memorial në Prekaz qestër mbushur me vizitor me rastin e epopejës së UÇK-s. Me flamurin e UÇK-s në duar, Andra dhe Omer Berisha mbajnë veshur me krenari uniformat e prindërve të tyre ish pjesëtar të UÇK-s. Ata erdhen për homazhin e Prekaz bashkë me shoqet dhe shokët e tyre në nderim të familjes Jashari. Kena folë edhe në shkollë për sakrificat, i vlerësojna maksimalisht për nderin që ne kam bo neve edhe i respektojna. Më kanë pjesëtari UÇK-s edhe tash është FSK-ja. Jeni krenare për këtë uniform, për kontributin e babait tuaj? Normalisht që ndjena shumë krenare, se dikur ishte në luftë e sot e në liri. Unë mbaj me krenari uniformën e prindit tem që dikur ai ishte ushtari i FSK-s dhe sot ne e gëzojmë këtë liri fatin atyre që dhanë jetë atë dikur. Uniformen e babait po e mban veshur për herë të parë edhe Sadete Ferizi. Jashtëzakonisht emocionuar dhe në njëjtën kohë dhe e privilegjuar që ndihem në vetën e kësaj uniforme. Ardha deri këto, domethënë nuk është vetëm një vizitë për homazhe, nuk është vizitë thjesht simbolike, është një kujtesë për sakrificën e madhe që është bërë për lirinë që ne gëzojmë sot. Homazhin e Prekaz bën edhe qytetarë të tjerë ish pjesëtar të UÇK-s, si dhe klubi i motoristëve Dardanët. Kam marrë peticionin pikërisht për këtë datë, din shumë historike, datë e cila na hapi rrugën për lirinë e Kosovës, jemi shumë, e kom një vetën shumë si obligim, edhe si të gjithë shqiptarët, edhe na patëm dëshirë me marrë pjesë adin sot në këtë manifestim të kështu. Po, sot jem dalë, dhe më thonë, komplet klubet e motoristëve, dhe më thonë, të përshri kryetarin me ne, klubin tonë Dardanit që jem tu, mi ndëru këto familje tona që janë të shejta, më të mirat që kanë donë gjithë shka për këtë vend tonin sot tu, edhe po mdoko që hala dhe gjithmonë do t'i respektojmë këto familje, madh edhe i vogël. 5, 6 dhe 7 marsi, data që shënojnë epopen e UÇK-s, përbën një nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë së Kosovës. Epopeja përmbyllet të shtunën me natën e zjarreve në Prekaz. Këto ishin gjitha materialet të përgatitura për emisionin e sotëm 21 drejt për drejt. Falenderoj që ishit me ne, mirupafshim.